Shëndes, të falenderoj. Faleminderit për ftesën. Ti nuk je nga ata që shikon nga Shqipëria, nga Tirana, situatën dhe zhvillimet në Kosovë, se ke jetuar sa ndej dhe këtej kufirit, por ç'të tha kjo e orëve të fundit? Për ty, në analizën që ti i bën, ka përfunduar afati 60 ditor për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, apo ishin vetëm 60 minutat e para të këtyre 60 ditëve sipas Albin Kurtit, se nuk po e ndajmë dot? Kushtetuta e Kosovës e thot qartë në ndenin 86 dhe shpjegon faktësisht faktin që presidenti i Republikës do të zgjidhet 30 ditë përpara përfundimit tërësor të mandatit të presidentit aktual. Mandati i presidentes aktuale Zonjës Osmani përfundon në datën 5 prill 2026 dhe praktikisht 30 ditë përpara, përkatësisht në 5 mars 2026, është data e përfundimit. Pra 60 ditëshi apo 60 minutëshi i fundit është në datën 5 mars 2026 dhe jo 60 minutëshi i parë. Pa dyshim që është pjesë e retorikës dhe stilit zotit Kurti që shpesh numrat më pas pavarësisht se janë pjesë e shkencës eksakte, ai i shpërfaq në mënyrë përbërë në leksik dhe retorik, por dhe kushtetuta njëjtë si numrat është eksakte dhe shpjegimet janë të qarta. Patjetër që gjykata kushtetuese e secilit vend përfshirë në Republikën e Kosovës interpreton, por nuk ka nevojë që ti jesh njeri i jurisprudencës për të kuptuar faktin që neni 86 është i tillë, është i shpjeguar qartë dhe llogaritë matematikore të ditëve mund të gabojnë vetëm një ditë, pra një 60 minutësh. Por jo të jetë 60 ditë në orientim të gabuar. Jo të jetë 60 ditë që sapo ka nisur, pra. Jo 60 ditë sapo ka nisur. 60 ditëshi përfundojnë në datën 5 mars dhe neni 86 e shpreh qartë faktin që përkatësisht presidenti pasardhës i Republikës Kosovës, presidenti pasardhës i presidentes në pozicionin që do të marri, procesi duhet kishte përfunduar përkatësisht 30 ditë përpara përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Pra 5 marsi ishte dita e fundit e 60 ditëshit. Ndërkohë që procesi mund kishte filluar dhe më herët se sa afati 60 ditor nga 5 marsi përpara, pra që do të thotë nga 5 janari deri në 5 mars, mund të kishte filluar dhe përpara 5 janarit, në kushtet e një politike dhe një skene politike normale dhe institucionale, por absolutisht që duhet përfundonte në datën 5 mars. Dhe këtë e thot qartë kushtetuta përtej faktit, mjafton leximi i saj në mënyrë të drejtë për drejtë, në kontekst dhe kuptim, dhe nuk ka nevojë në fakt për të qenë njeri i drejtësisë apo jurisprudencës për ta kuptuar. Është shpjeguar qartë me hapësirën ditore përkatëse dhe me afatet përkatëse që i parasheh kushtetuta. Me këtë analizë dhe parashtim që më bëre, do të thotë që Vjosa Osmani ishte në të drejtën e saj kushtetuese me lëvizjen që bëri sot në mëngjes, duke nxjerrë dekretin që shpërndan Parlamentin e Kosovës. Është në respekt të kompetencave kushtetuese që presidenti i Republikës Kosovës ka dhe do të ishte shkelje nëse zonja Osmani nuk do të vepronte dhe nuk do të ndërmerrte këto hapa. Njëjtë, siç është në të drejtën e saj kushtetuese, jo politikanes Osmani, por presidentes Osmani, për të thirrur partitë politike njëjtë siç i thirri sot, dhe që do të përcaktojë dhe datën përkatëse zgjedhjeve brenda atij afati që ja lejon kushtetuta, dhe gjitha këto janë detyra kushtetuese, kompetenca kushtetuese të parashtruara dhe të parashikuara në Kushtetutën e Republikës Kosovës, dhe që presidenti i Republikës në këtë rast është duke kryer absolutisht dhe duke përmbushur detyrën e saj kushtetuese dhe po tregon një përgjegjësi të caktuar institucionale dhe po zbaton thjesht në fund ditës detyrën. Ardite, kujtoj për të rishikuesit që ne kemi qenë bashkë në mbrëmjen maraton të 28 dhjetorit të shkuar, kur u votua në Kosovë dhe u dolën dhe rezultatet e para dhe doli padyshim fituese vetëvendosja dhe Albin Kurti me mbi 51%
të votave. Nuk e ka mbushur muajin ky parlament i Kosovës, sepse ishte procesi i rinumurimit, certifikimi, ankimimi, pra asnjë muaj parlamenti dhe qeveria Kurti 3, dhe kujt i intereson të shkoj Kosova sërish në zgjedhje në një kohë kaq shumë të shkurtër? Është i vërtet fakti që ju sodët në vëmendje, dhe për secilën mendje normale njerëzore dhe politike, patjetër që do të ishte e paparashikueshme që do të gjendeshim në të njëjtën situatë. Pra që Kosova do të gjendej sot në situatën e zgjedhjeve sërish të parakohshme. Përmenda faktin në mendje normale politike, por padyshim që normaliteti në Republikën e Kosovës, i tillë politik, ka përfunduar në datën 10 shkurt të vitit 2025, dhe prej datës pasardhëse të zgjedhjeve të shkurtit 2025, Kosova ka përjetuar dhe jetuar politikisht në një jo normalitet të stisur, të gatitur në llogaritje të vogla politike, të cilat kryesisht kanë qenë në sinorin politik të partisë parë në zgjedhjet e shkurtit dhe sërish partisë parë me një shumicë të qartë dhe të plotë në zgjedhjet e dhjetorit, dhe sërish po shohim që kjo partia e parë, Lëvizja Vetëvendosje, me në kryetarin e saj zotin Kurti, kanë të njëjtin vullnet politik fatkeqësisht negativ për të mos arritur konsensus. Dhe më lejoni të kthej në vëmendje një fakt. Ky element i përmendur nga unë më lart nuk vjen si shkak dhe as burim i ndonjë kritike apo jo dakordësie me vokacionin politik të Lëvizjes Vetëvendosje apo zotit Kurti. Kujtojmë që 2 apo 3 ditë më parë, shefja e kabinetit të presidentes Republikës Kosovës deklaroi qartë që zonjës Osmani i është ofruar kundërkandidim me zotin Konjufca dhe stisja një skenari politik parlamentar ku në fund të këtij skenari, në sytë e publikut, opozita do të ishte pajtoria politike për mos realizimin e konsensusit. Ky fakt shpesh sot kinse harrohet, apo në momentet caktuara përpiqet të mbivendoset në marrëdhënie apo në kontakte që zoti Kurti evokon me personalitetet drejt për drejt dhe jo përmes stafeve, por në fakt një deklarat nga stafi i zonjës Osmani dëshmoj qartë për publikun në radhë parë, po edhe për secilin prej nesh në radhën e komentatorëve dhe jo vetëm, mendsinë dhe në të njëjtën kohë qëllimin politik të zotit Kurti për të mos arritur një marrëveshje politike për një president të pranuar nga të gjitha palët. Kosova ka plot figura të rëndësishme politike, po jo vetëm politike, po njëkohësisht me kontribut të thellë shoqëror. Po pse nuk shkuan bisedimet tek emrat, Ardit, në analizën që ti bën, sepse u takua pafundësisht Albin Kurti me Bedri Hamzën, me Lumir Abdigjikun, sot na shpjegoi që me ta flet në telefon dhe nuk ka nevojë për ndërmjetës apo shefa kabinetash, pse nuk shkuan tek emrat? Ky është momenti hipokrit politik. Pra, ndërkohë që ne shikonim takime të një pasnjëshme të zotit Kurti me të 2 kryetarët e 2 partive më të mëdha opozitare në kuvendin e Kosovës, paralelisht nga ana tjetër, kishte një stisje të planit për ta identifikuar opozitën faltore në kuvendin e Kosovës për mos realizimin e procesit.
Po tani më fal, të ndërpres, se kjo opozitë është quajtur që ka rënë në grackën e Albin Kurtit gjatë 2025-s, me gjithë zhvillimet që ndodhen me 2 palëzgjedhjet si të Roqi Albin Kurti, kjo opozitë prap mund të binde në grackën e Kurtit edhe këtë herë? Ne këtë nuk mund të paragjykojmë. Por, nga ajo çfarë ne kemi parë në këto takime të zhvilluara me zotit Kurti dhe 2 përfaqësuesve përkatës të 2 partive më të mëdha opozitare në Kuvendin e Kosovës, ne nuk kemi parë rezultat konkret politik, por kemi parë mbi gjitha nga zoti Kurti fjalë të përgjithshme, të cilat padyshim mbeten në nivelin teorik, ndërkohë që niveli praktik na ofron një panoramë tjetër që, siç e thash, sërish e kthejmë me këmbgulje në vëmendje, jo për të qenë përsëritës, por për të dëshmuar thelbin e çështjes. Që qëllimi politik ka qenë identifikimi i opozitës si fajtore për të ndërtuar retorikën përkatëse të mëdhonshme në një fushat zgjedhore ku sërish opozita, njëjtë si në kursin e vitit shkuar, të ndërtoj kjo retorik për të siguruar më pas një mbështetje më të madhe nga njëra anë dhe për të ndëshkuar opozitën nga ana tjetër. Pra, në këtë moment politik ishim në pararendjen drejt Kurthit. Ende Kurthi nuk ishte përgatitur. Nëse në vitin e shkuar Kurthi u përgatit dhe opozita fatkeqësisht nuk diti në shumë segmente të caktuara politike të dilte për te Kurthit, në këtë moment politik ky kurs u parandalua nga prononcimi publik i stafit të zonjës Osmani, pikërisht. Kurti i ri i Kurtit, ardit se jemi dhe në komunikim online që na i vështirëson edhe ndërhyrjet e mia, do të bëj tani disa pyetje të